Përshëndetje dashur miq, jam Skanderi. Në fillim të këtij muaji, në Peking u mbajt një konferencë qendrore mbi punën lidhur me vendet fuqinje, ku u theksua krijimi i një komunitet me një ardhmë të përbashkët të Kinës me vendet fuqinje. Pak kohë pas konferencës, presidenti kinez Xi Jinping filloi një turne vizita shtetërore në 3 vendet anëtare të ASEANit, përkatësisht Vietnam, Malezi dhe Kambodje. Vizitat e liderit kinez në këto 3 vendet kanë si qëllim për të forcuar marrëdhëniet e bashkëpunimit ndërmjet Kinës dhe ASEANit. Tani, lideri kinez ka ardhur në Malezi. Le t'ju njohim me historinë e marrëdhënieve dhe miqësisë ndërmjet Kinës dhe Malezisë. Nga rrugat e lashtë e lundurimeve të Zhenhes në tetet perëndimore, deri te projekti modern i nismës një brez një rrugë, Kina dhe Malezia kanë një miqësi prej mbi 1000 vjetësh. Si vendi i parë i ASEANit, që vendosi marrëdhënie diplomatike me Kinën, Malezia ka qenë gjithmonë partner e rëndësishme bashkëpunimi. Në vitin 2022, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë dypalësh Kinë-Malezi i kaloi $200 miliardë. Kina ka qenë partnerja më e madhe tregtare e Malezisë për 14 vjet me radhë. Durianët dhe festëkët e Malezisë kanë shikuar të mira familja kineze. Automjetet me energji të re dhe teknologjia 5G kineze kanë hyrë në Malezi. Forcimi i marrëdhënieve ekonomiko-tregtare i ka dhënë një shtysë të fortë zhvillimit rajonal. Kina dhe Malezia kanë ngritur barqe të përbashkët industriale, duke krijuar një model të ri për bashkëpunimin ndërkombëtar. Në kuanten të Malezisë, Uzia përbashkët e qelikut e lejon teknologjinë kineze të ndihmoj prodhimin malezian. Në Qingzhou të Kinës, baza e përpunimit të foleve të zogjeve e ka përhapur shihen maleziane në botën e jashtme. Bashkëpunimi industrial me epërsi procesuese e ka kthyer nismën një brez një rrugë nga një vizion në realitet. Në epokën e ekonomisë digjitale, Kina dhe Malezia kanë krijuar një model të ri bashkëpunimi. Kompania e hap e Alibabas ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Malezisë që të realizojnë në tregtinë elektronike botërore. Në vitin 2023, Kina dhe Malezia formuan Qendrën Bashkëpunimit Digjital të Azisë Juglindore, duke shpejtuar transformimin digjital rajonal. Hekulludha e prekut lindor e ndërtuar nga kompania ndërtimit e Kinës do të lidh qytete të rëndësishme në prekun lindor të Malezisë me qendrat ekonomike në prekun perëndimor, duke nxitur ndjeshën zhvillimin e tregtisë, logjistikës, importit, eksportit, turizmit dhe sektorëve të tjerë në Malezi. Fabrika e moduleve fotovoltaike e kompanisë Longqing në Malezi e shndëroi dritën e diellit në energji të pastër elektrike. Nga infrastruktura dhe teknologji e gjerpër, Kina dhe Malezia po hartojnë së bashku një plan për bashkëjetesën harmonike ndërmjet njeriut dhe natyrës, duke e bazuar në konceptin e zhvillimit qëndrueshëm. Bashkëpunimi mes Kinës dhe Malezisë është vetëm një mikrokosmos i bashkëpunimit mes Kinës dhe 10 vendeve të ASEANit. Që nga viti 2020, ASEANi ka qenë partner më i madh tregtar i Kinës për 5 vjet radhazi. Vëllimi i transaksioneve të tregtisë elektronike ndërkufitare Kina-ASEAN u 10 fishua në 5 vjet. Kina dhe 10 vendet e ASEANit kanë krijuar një model më të suksesshëm në botë të bashkëpunimit rajonal rrethëpin, me një populasi që përbën 1/5 e populacisë të përgjithshme botërore dhe një prodhim ekonomik që i kalon $6 trilion. Një proverb perëndimor thotë se të gjitha rrugët të çojnë në Romë,
De Roma simbolizăm event cu poporul ca milăcenie. Vizitas vendreve prime de udhăcezve chinez, crimii rățepit, hapia e șum culturave raionale, de capitale, ed diere, iar rugăt până în Roma, de hapula, me părbiechie de părbașcăt, de vendeve de raionit. Cioftă vendosea tarifave, apo îndrăhirea iașteme, nu că ea vrând părmente părbală centruașimăris raionale de tășire snirțve părbacen le lundurii. Lidia lulăzimit de centruașimăris economice raionale ăștia ce China de parteneră de saine Azii pobăină me seriozități. Parteneriatii cifrăfșires economic raional u inițiua ca ASEAN în vitin 2020. U deșen tet viete pentru formuluaren ca pesme viete vendete anatale, duke prăfșiren Chinen, Japoninen, Corenen ayukut, Australinen, Zeelanden ele de viete vendete ASEANit. Rețepi hiline fuci mă pesme vienendore 2020, duke criuară zone mult mare de directise lire ne pot. Me tarifa zero per nel per cindere malave, le duke hapul ne direct plei 2 miliarde panoles. Ne colonizăm rețepit, China de Malaysia, i ca perțeine talime de întâlnire de pașcăpunimit, duke fulimăzuară de ardeme me rezultate me perfitime de perpașcăta. Întâlcoch, China de ASEAN, me mendie de dure de hapula, ca ne criuară ne șembulă de lidie să perpașcăt de vendeve de Azii pacesorit. De dașul mici, falimintelit ce întoarce de video.